Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. I nderuar drejtues politik i qarkut zoti Flamur Hoxha. Të nderuar kandidatë dhe kandidatë të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Të nderuar demokratë dhe demokrat, qytetare dhe qytetarë të qarkut të Kukësit. Fitoria do të vi nga Kukësi. Nga Kukësi e drejt gjithë Shqipërisë përmes udhës së kombit. Fitoria do të vi nga vendi ku historia është një forcë që rre në çdo zemër. Nga këtu, nga ky vend ku era flet me gurët dhe burrëria ka zënë rrënjë në çdo familje, do të nisë ndryshimi që kaq shumë shqiptarë presin. Sot jemi këtu për më shumë se një prezantim elektoral. Sot jemi mbledhur këtu për të treguar rezistencën tonë të 12 viteve të fundit, rezistencën që kulmon me 11 maj. Sot jemi në Kukës, i cili këto 12 vite është kthyer në vendin simbol të ikjes me kamione me gomone. Por Kukësi është ai qytet i cili mbetet gjithmonë vendi i trimave të fortë dhe malsor. Të dashur qytetarë të Kukësit, jeni shembulli më i gjatë i asaj Shqipërie që ne duam të ndërtojmë. Një vend ku puna, ndershmëria dhe guximi marrin përpara çdo pengesë. Mirënjohje të thellë për të gjithë ju që sot jeni këtu dhe një falënderim të veçantë për kryetarin e Partisë Demokratike, liderin historik të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Simboli i qëndresës i vizionit dhe i betejës për një të ardhme më të mirë. Le ta nisim këtë dupim madhështor siç që ka hije shqiptarëve të vërtet, duke nderuar flamurin ton dhe duke kënduar së bashku himnin kombëtar. E para që do të flas sot është Adela Cahani, një studente që e do të ardhmen këtu. E mirëpresim. Përshëndetje të dashur bashkëqytetarë të Hasit, Kukësit dhe Tropojës. Të nderuar drejtues politik dhe ekipi fitores së Partisë Demokratike në qarkun Kukës. Unë jam Adela Cahani dhe sot flas jo vetëm si një vajzë maturante nga Hasi, por si zëri një brezi të tërë që është lodhur duke parë të afërmit dhe miqt teksa largohen nga ky vend. Nuk ka dhimbje më të madhe se ajo që ndjen kur dikush që ti do detyrohet të largohet nga ky vend, jo sepse për të ndjekur një ëndër, por sepse për t'ju shturptuar mundësive dhe mangësive të tyre. Sot, Hasi dhe Kukësi, i gjithë veriu i Shqipërisë, kanë humbur mira të rinj ndër këto vite. Jo sepse ne nuk kemi vlera, ide apo guxim, por sepse nuk kemi pasur një shtet që na dëgjon dhe një qeveri që investon në ne. Por kjo nuk është historia që ne duam të shkruajmë më tej. Më 11 maj kemi një shans të ri.
një mundësi për të ndaluar këtë plagë që po zbres familjet tona, për të hapur një kapitull të ri ku të rinj nuk largohen më, por qëndrojnë në vendin e tyre. Me fitoren e Partisë Demokratike do të hapim rrugë për politika që krijojnë punë dhe që mbështesin arsimin, që rikthejnë dinjitetin dhe besimin se mund të jetojmë dhe të ndërtojmë të armën tonë këtu. Por kjo nuk mjafton nëse ne të rinj qëndrojmë më njanë. Prandaj, sot ju bëj thirrje të gjithëve. Angazhohuni, mos e lini veten në duart atyre që nuk ju përfaqësojnë. Bëhuni pjesë e ndryshimit, mbështesni Partinë Demokratike, forcën e vetme opozitare që ka dëshmuar se nuk dorëzohet, që qëndron pranë njerëzve dhe pranë jush. Le ta bëjmë Hasin, Kuksin dhe Tropojën një vend ku të rinjt jo vetëm qëndrojnë, por kthehen me krenari. Të luftojmë dhe të fitojmë së bashku me 11 maj. Fitore! Tani ftoj në podium Eles Treshnjeva, një pensionist i arshimtar. Përshëndetjet sinqert populli Kuksit, Hasit të i Tropojës. I popujve Trima, Bojar, Zemëgjer, Adetar dhe Besnik. Ju lutem, mjepni leje të përshnes gigantin, legjenden e Marxis Gjakoz dhe të krejt shqiptaris profesor doktor Sali Berisha. Unë jam një pensionist që kam bërë rreth 27 vite punë në arsim. Dhe jam krenar për ato vite punit mira, ku kam pas edhe suksese edhe vështirësi. Dola në pension. Tani, shoh disa gjëra për në kohën që jemi sot. Doktor u ktheve në kohën e dur, po na gjetën në mjerim të madh. Kemi besim të ti dhe do keshëm mbështetjen tonë. Ju bëj thirrje gjithë pensionistëve. Votoni jo për Sali Berishën, por për veten e juaj. Se Sali Berisha e mban fjalën, ka dhënë prova. Pasi 100 ditëve ne do t'jemi me mirë. Unë bëj 2 dallime në politikën elektorale. Që njerin knaqe kur e një gjoj, doktorit me gjithë kandidatet e ndërruar. Tjetër në dhemin veshët. A i gjati merret me ngjallesa të lucave dhe të knetave, as një premtim kohor. Populli shqiptar nga i gjati nuk e ka një gjuhë deri tani. Doktori i ka të gjitha me afate kohore dhe të gjitha do i kry. Me të mëshmja që e një gjova, më pani se po zgjatem, me të mëshmja që e një gjova, kur vajzave dhe motrave e nuseve tona burnore që i rritën të mi, e i shkolluan dhe i ben inxhinjera dhe doktora, u thot të m'falin motrat për shpreje, joshni djendë dhe burrat që të ne japin votat. A thot një kryeministër këtë fjalë? Ne që jemi bi 20 vjeç kemi lexuar historinë. Dhe dim politike Rankovicit edhe të Titos në trevat e Kosovës për të shpopullu. Atë politikë ka një kedira ma ta 12 vjetë. I shpopulloj, u humi shpresën e një.
Prandaj, doktor do të alen një porësi. Mja qoj një baston se kanë fillu të alshojnë kembet tani. Me 12 maj që mja një shtag. Se ajo i blenë pastaj. Shumë faleminderit për një gjimin. Fitore, Noft Sali Berisha, Noft Kuksi, Tropoja, Hasi dhe krejt Shqiptaria. Nofti, fitore. Një nën me fëmijë në emigracion që nuk e përballon dot jetesën. Ftojmë në podium Ramadanie Belaj. Falenderoj në rast të parë Zotin që na e riktheu doktor Sali Berishën, profesorin, dritën e Shqipërisë, heroi i Shqipërisë, e don Shqiptaria, e duam njerëz të ndershëm, e duam të gjithë doktor, profesor, lider i Partisë Demokratike, që rëzoi komunizmin, që rëzoi diktaturën, dhe sot ta pjellat e komunizmit dojnë të kthejnë mrapa, drejt perëndimit, jo rilindja, po drejt perëndimit. Ki i mallkuar, që shan popullin, që luan me djenjat e popullit shqiptar. Ne jemi burnesha, ne jemi shqiptare, jemi trimnesha, jemi kuksian, jemi burra dhe që kanë burni. Ne këti njeriut korruptuar që nuk la, pa marë, pa vjell, me gjithë administratën e ti shtetërore, dhe nuk përlihet Sali Berisha me këto pislëqe. Ai do t'jetë në zemrat e shqiptarve. Ajo do t'jetë gjithmonë në zemrat e shqiptarve. Unë jam një pensioniste, jam nën Ramadania, jam gati 70 vjeç. Por nuk e harroj kur na ike zemra qante për liderin historik, qajnë malet për këtë njeri. O ju Kuksian, o Tropoja dhe Asi, o PD dhe PS, të mblidhemi bashk, të jemi të bashkuar, t'ja japim votë të doktor Sali Berishës, të nderuarit ton, që luftoi për Partinë Demokratike, e izoluan, e dënuan, po Zoti është me Partinë Demokratike dhe me liderin e Partisë Demokratike, se është me të pafajshmit, me popullin e ndershëm, nuk e votojnë të korruptuarit, as nuk duam, do votojnë njerëz të ndershëm që do t'jetë një ndër, që do të përmendet me shekuj të tërë, doktor i nderuar Sali Berisha. O i mallkuar, o djalli i mallkuar, o pushtetar, që mban qeverinë në vete, ti nuk e asgjë me vete, ti pushtetit ka ikë, ti livadis në për të mashtrosh popullin, për së treti dhe katërtë herë, nuk mashtroj Shqipëria, të ngrihemi të gjithë së bashku, ti themi jo këti pushteti, jo diktaturës, jo pjellës komunizmit, që na la me vitet të tëra mrapa. Ne jemi ato që do t'i luftojmë dhe nuk kanë vend të korruptuarit, drogmenët, kriminalët, që bëjnë gjitha të pislëqe, që nuk e duan Shqipërinë
të jetë ashtu si që duhet. O shqiptar, është shansi fundit. Jam edhe vjetër, kam 70 vjeqe, por zemra dhe shpirti nuk duron diktaturën ma. Nuk duron diktaturën. Nuk duhet të kthehen mbrapa historia e të enveriste, marxiste, leniniste. Ne do t'jemi me ideologjin leniniste dhe pjellat e tyre, klyshat e tyre dojnë të shkatrojnë Shqiprinë. Shqipëria nuk shkatrohet. Shqipëria do t'jetë Shqipëri. Shqipëria është e shqiptarve. Shqipëria është e popullit të ndershëm. O Zoti madh, ndihmoji dhe ndihma jote inshallah do t'jetë për popullin shqiptar, që mos t'jem. Kurse ki i mallkuar do t'kapituloj, do shkoj atje në vendin e dur. Ai do t'jetë ati ku është caktuar vendi i ty. Ju falendoj të gjithve, Zoti ju bekov, Zoti ju bekov, gjithë shqiptarë. Tani kam dërin të ftoj kryetarin e degës PD Kukës, Rahman Demaj, e mirëpresim. Kuksi, Hasi, Tropoja. Okay. E falenderoj Nanë Ramadanien përzemërsisht. Të nderuar demokratë dhe demokrat, banor të Kuksit, Hasit, Tropojës, i nderuar kryetari dhe lideri historik i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. I nderuar drejtuesi politik i qarkut Kuksit, deputet dhe kandidat për deputet zoti Flamur Hoxha. I nderuar deputet dhe kandidat për deputet zoti Yusuf Qela. Të nderuar kandidat për deputet zoti Shkëlqim Shehu dhe zonjusha Elvira Pega. I nderuar kryetari i Bashkisë Has zoti Miftar Daruti. Të nderuar drejtues të degëve të Partisë Demokratike Has dhe Tropoj. Mirë se keni ardhur në këtë takim elektoral për prezantimin e programit të Partisë Demokratike, Aleancës për Shqipërinë Madhështore dhe kandidatëve të saj për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Të nderuar të pranishëm, shpreh minëroje dhe falënderim të veçantë për gjithë secilin prej jush për mbështetjen që i keni dhënë ndërvitje Partisë Demokratike dhe liderit të saj, profesor Dr. Sali Berisha. Gjatë të cilën e dëshmon edhe ky takim i sotëm. Zonja dhe zotërinj, motra dhe vlezër nga Kuksi, Hasi, Tropoja, që janë simbol i krenarisë kombëtare. Nga këto troje kanë dalë burra të cilët nuk kanë ulur kur kokën përpara padrejtësive, e kjo na bën krenar të gjithëve. Të nderuar të pranishëm, zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhjet të një rëndësie historike, e si e tillë fitoria e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është jo vetëm fitoria për partinë, është jo thjesht nevojë, por rotacion pushteti, por është domosdoshmëri pasi shqiptarët sot drejtohen nga një bandë kriminale që ka instaluar në Shqipëri një narkoshtet, i cili po tenton të instalojë në Shqipëri një narkodiktaturë, e ne këtë nuk mund ta lejojmë, pasi jemi forca politike që sollëm pluralizmin, duam demokracinë dhe shtetin ligjor. Të nderuar të pranishëm, gjatë këtyre 12 viteve të fundit, qeveria e rilindjes e ka radhitur Shqipërinë të fundit në rajon për
pensionet dhe rrogat, të fundit për sa i përket cilësisë së arsimit dhe shërbimit shëndetësor, të fundit për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e krimit radhitet e para për shpopullimin, për vjedhjen dhe varfërimin e qytetarëve të saj. Por Kuksin, Hasin, Tropojen nuk e mposht as varfëria, as harresa, sepse në këto troje rre një zemër shqiptare që s'pushon kurrë së dashuri atë dheun. Partia Demokratike dhe profesor Dr. Sali Berisha në qendër të vëmendjes kanë qytetarin. Kjo e mëshiruar më së miri në programin e saj, garant i të cilit është lideri jon profesor Dr. Sali Berisha, burr i mbajtjes së fjalës së dhënë. Duke përfunduar, më lejoni që në emrin tuaj t'i shpreh liderit ton, profesor Dr. Sali Berishës, mbështetjen e pakufishme të banorëve të Kuksit dhe të Hasit të Tropojës për Partinë Demokratike dhe kandidatët e saj për të bërë Shqipërinë madhështore dhe të asiguroj se qarku i Kuksit ka qenë, është dhe do mbetet për jetë bastion i palëkundur i Partisë Demokratike. Fitore, fitore! Tani ftoj të mbaj fjalën e tij drejtuesin politik të qarkut, Flamur Hoxha, e mirëpresim. Përshëndetje, Tropoja, Hasi, Kuksi. I nderuar kryetari i partisë, lideri ynë, Dr. Berisha. Të nderuar kandidat, qytetarë të Shqipërisë dhe diasporës. Kuksi nuk është i varfër, është i vjedhur, i shpërdoruar, i lënë pas nga një qeveri për 12 vite, e cila ka ndërtuar fasada në Tiranë dhe kudo, dhe ka lënë gërmadh veriun ton. Qarku i bujarisë, i sakrificës, i qëndresës, që për gjysmë shekulli i ka dhënë Shqipërisë miliarda euro energji dhe shfrytëzim të burime minerale, është shëndruar në braktisje. Mira familje jetojmë me lëmoshën e ndihmës ekonomike. Në qytetin ku burimi i ujit është kudo, ujeta vjen vetëm 2 orë në ditë. Shërbimi mjekësor nga banorët merret fal Kosovës afër nesh. Shkollat e nxënësit janë braktisur. Nga Kuksi ikën njerëzit, ikën rinia, ikën e ardhmja. Por nuk është vetëm ikja, është shuarja e çdo arsyeje për të qëndruar në këtë vend. Shteti ynë vjen vetëm për një gjë, për votat. Pastaj zhduket dhe më pas sjell propagandë dhe tallje. Nuk ka spot televiziv që mbulon dhimbjen e atij që përcjell të birin me gomone drejt Londrës. As fasad që mbulon për çmimin e një shteti që i sheh si numër, jo si njeri. Por kjo nuk do të zgjas më. Sepse kësa radhe, rezistenca ka një datë, datën 11 maj. Kësa radhe kemi një alternativë të qartë, një program që flet për dëmshurin, flet për njerëz të zakonshëm. Karburant 35 dhe 40% me lirë, si vendit e rajonit. Pensione mbi 200 euro dhe rritje me 20%. Minimum jetik mbi 200 euro për çdo të papun, të ri apo shtresë në nevojë. Takse shesht, ulje e tatimit të vlerës shtuar, mbështetje për bujqësinë dhe blegtorinë, investime në shëndetësi, arsim dhe në çdo infrastrukturë, në çdo zonë të banuar, të braktisur. Kemi një vizion të qartë për një Shqipëri normale,
për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri madhështore. Kemi një lider që nuk e ka harruar Kuksin kur. Sali Berisha ka qenë gjithmonë aty ku duhet, në krah të njerëzve, ka ndërtuar rrugën e kombit, ka sjell zhvillimin dhe do ta bëj atë sërish. Me 11 maj nga Kuksi nis kthesa, nis fundi i një regjimi që se deshi këtë vend kur. Nis fitoria që do t'i kthej secilit dinjitetin. Me 11 maj, Tropoja, Hasi, Kuksi do të votoj sërisht blu. Do të votoj Partinë Demokratike të Shqipërisë. I gjithë vendi do të votoj numrin 1 për Shqipërinë, për shqiptarët, për Shqipërinë, për shqiptarët me fitore. Faleminderit. Tashmë ka ardhur momenti që të ftoj kandidatët e fitores. Flamur Hoxha, themelues dhe drejtues i disa bizneseve në vend. Hoxha ka mbështetur projekte kulturore e sportive duke kontribuar në zhvillimin e komunitetit. Isuf Qelaj, këshilltari i ministrit të Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i shërbimeve mbështetëse si dhe sekretari i përgjithshëm i këtij ministri. Elvira Peka, ka studiuar financë kontabilitet, aktualisht ushtron profesionin e ekonomistes. Shkëlqim Shehu, arsim i lartë, marrëdhënie ndërkombëtare, juridik i përgjithshëm. Ka ushtruar detyrën si përgjegjës i shërbimeve financiare e postare në postën shqiptare. Kukës, përgjegjës i gjendjes civile, Bashkia Kukës e në vazhdim aktivitet privat. Ky është ekipi fitues dhe kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit për qarkun Kukës. Dhe tani erdhi koha për momentin e shumë pritur. Kam nderin të ftoj në podium liderin historik, pristin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, banor të Kuksit, Hasit dhe Tropojës, përshëndetjet në të zjarta, mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush për këtë pritje fantastike, për këtë mesazh madhështor që përcjellni sonte në mbar Shqipërinë, në çdo votër, në çdo zemër shqiptare, mesazhin e shpresës, mesazhin e fitores së shkëlqyer të datës 11 maj. Unë vi të paraqes këtu tek ju projektin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, aleancës më të fuqishme, që grupon 25 parti politike që vendi ka njohur gjerësot. Aleancë e cila me projekt e saj
ka vendosur t'i japë përgjigjen flak për flak, më të vendosur, më të sigurt, problemeve madhore me cilat përballen sot qytetarët shqiptar. Ka vendosur të ngre Kuksin, të ndërtoj në Kuks, në Haz dhe Tropoj, të ndërtoj në mbarë Shqiprin, Hasin, Kuksin, Tropojnë madhështore, Shqiprin madhështore. Është e vështirë që në korat zymta të flasish për madhështi, por është fatale të harrosh madhështin mbi të cilën je ngritur. Kuksi, Hasi, Tropoja, por dhe mbarë Shqipëria, kanë në historinë e tyre, kanë në trashëgimin e tyre, akte ndër më madhështoret, kanë në trashëgimin e tyre, pasuri ndër më pralloret, kanë realisht potenciale nga më të jashtëzakonshmet, për të cilat nuk mund t'i kenë lakmi askujt. Pra, ky projekt i Shqipërisë madhështore bazohet në një trashëgimi madhështore që kemi ne, bazohet në një pasuri të jashtëzakonshme që kemi, në potenciale të mëdha, të cilat ne nuk të kërkojmë gjë tjetër, veç se t'i shëndrojmë në të mira për qytetarët e Kuksit, Hasit, Tropojës dhe Shqipërisë. Miqtë e mi, këtë projekt ne nisim me shtetin patriotik, me shtetin patriot. Shteti patriot është shteti i burrave dhe grave që e duan dheun e tyre, e duan vendin e tyre. Burrave dhe grave që besojnë se dashuria për vendin, për dheun e tyre, për Hasin, Kuksin, Tropojnë, është leva Arkimedi për të shumë fishuar energjit e tyre, për të shumë fishuar besimin, për të bërë të mundur të pamunduren, për të shtruar këto treva të bekuara në treva të begata për banorët e saj. Miqtë e mi, askush më shtrenjtë se ju në histori nuk ka paguar dashurin për vendin, për Kuksin, për Hasin, për Tropojnë, për Shqipërinë, po faktikisht ati çmimi i detyrojmë ne sot ekzistencën si kom krenar, kom shqiptar. Nuk do shkoj të ndalem në histori të shkuara, jo, po do ndalem vetëm në pranverën e natë e nënës, kur ju, burrat dhe gratë e Hasit, votrat tuaja, të më falit të Kuksit, Hasit dhe Tropojës, votrat tuaja, u bën të famshme në gjithë botën për bujarin. U bën të famshme në gjithë botën dhe bën të dështoj në rrugët, rrugicat,
e këtij qyteti, e këtyre fshatrave, të këtij qarku, projektet u Gurzeza të Slobodan Miloševićit, i cili mendoi se duke përzën qindra mijëra shqiptar do t'i çonte ata drejt katastrofës. Në të vërtetë ata i çoi drejt votrave tuaja fisnike dhe i pritët si vëllezër në një akt sublim bashkimi kombëtar. Miq, e parë në këtë kënd, Edi Rama është po aq armik sa jati ti i Kuksit, po aq armik sa jati ti që firmoste varje në litar të birit të pavdekshëm, poetit të madh, herojt të fjalës së lirë, Havzinelës, në shesht e këtij qyteti. Havzinela kishte në veprën e vet 5.000 vargje kushtuar Kosovës. Edi Rama, i biri Gjelatit të Havzinelës, përzuri nga Tirana 2 javë më parë, përfaqësues të qeverisë Kosovës, sepse i vuri nofken e Amnikut në një kohë kur Departamenti i Shtetit, Qeveria e Shteteve të Bashkuara etiketoja rezolut si një letër e vdekur pa kuptim. E vdekur për Shtetet e Bashkuara, po jo për Vučićin dhe argatin e tij në Tiranë, i cili në një akt antikombëtar detyroi delegacionin e Kosovës të largohej nga Tirana. Miqtë mi, jam këtu në emër tuaj për t'u përcjell një mesazh vllazëror të gjithë emigrantëve, të gjithë bijave dhe bive të Kuksit, Hasit dhe Tropojës. Në emigracion, asnjë vot për këtë armik të kombit. Unë e di se ka punojsh administrate që u luten, u stërluten, fotografom një votën, ma dërgo se ma kërkon shefi, ma kërkon ky dhe ai. As një fotografi mos bëni, as një fotografi, qëndroni njerëz të lirë, votoni për Kuksin, Hasin, Tropojnë, votoni për vlerat që përjetoni vendet tuaja, mos votoni pa shiqin e shqiptarve. Sa ata që u kërkojnë ju voten për të mbrojtur vendin e punës, ata kryej një gabim të madh shumë. Ju mos u bëni bashkëfajtor me ta. Ju votoni të lirë, votoni për Kuksin, Hasin, Tropojnë, Shqipërinë. Votoni. Për kombin dhe jo armikun e kombit. Miqtë mi, ky program është programi që bazohet tek djepi, aty ku kemi lindur, jemi rritur, jemi edukuar, tek familja shqiptare, familja kuksiane, hasiane, tropojane, që është shejtrin vetë, që më konë tek fëmia
dashurin për vendin, respektin për prindin, respektin për njeriu. Ne do bëjmë gjithçka që këtë familje ta forcojmë, këtë familje ta mbështesim, këtë familje ta ndihmojmë. Do bëjmë gjithçka që autoriteti i saj të bëhet gjithnjë më i madh, fuqia e saj edukuese të jetë dhe më e madhe. Do bëjmë çdo gjë që nëna shqiptare, vigane, të ketë mbështetjen më të fuqishme, në mënyrë që të rrisë fëmijët e saj pa mundime. Do subvencionojmë çdo fëmijë, të parin me 70 euro, të dytin me 60 euro, të tretin nga linja Gjerë 23 vjeç, 100% nga shteti. Do bëjmë gjithçka për t'i mbështetur nëna dhe motrat tona në biznese, për t'i mbështetur në suksesin e biznesit, fermes apo vëmëtarisë tyre. Ne, si kombë, të gjithë madhështinë radhë pare kemi tek nënat. Ndaj dhe, ata që kërkonin zhduken tonë, kërkonin të zhdukin nënën shqiptare. Edi Rama, gabon rënd. Si një përçars, si një njeri pa vlera, si ai i zënë në faj dhe që është i pa shpresë, sillet nga një takim në një tjetër, me një fjalor të pa denjë, një burrec 2 metra i gjatë, një herë thot, një herë thot se burrat janë kështu dhe ashtu, duke harruar se burrat janë baballarët e fëmijëve të atyre zonjave, janë shoku jetës tyre, janë bashkëtesa, janë harmonia. Herën tjetër, vërtet, ajo që është nda, ajo na duhet më shumë ne. Turpi mamur, po si mund flasish ti se na duhet ajo dhe kjo? Çfarë janë ato dhe këto që tu dashkan ty, i pa ftyrë, me një gjuhë të tillë flet? Herën e tretë, nxjerr fëmijët përpara dhe në një propagandë absolutisht të dënueshme, 100% të dënueshme, u thot kontrollonin Google videot e tij nudo, burrët dhe me to. Të dashur miq, këto nuk janë rastësi. Jo. Këto janë botë kuptim. Këto janë botë kuptimi atyre të cilët vërshuan jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, kundër familjes dhe vlerave të saj. Është botë kuptimi atyre të cilët thanë se ka ikur koha të quajmë nënën dhe babën babë. Është botë kuptimi atyre të cilët prunë në parlament ligjin për të krijuar fermat e grave dhe për të lindë fëmijë të askujt. Është botë kuptimi pra i njerëzve që kanë humur të gjitha normat morale të njerëzve normal. Por Edi Rama këto s'do kalojnë kur tek Shqipëria dhe shqiptarët. Ti me atë gjendjen tënde mund të bësh ç'të duash. S'do të them tani se çfarë meriton,
por me të tjerët, me familjen shqiptare mos luaj se s'do të kur. Me fëmijët shqiptarë mos luaj. Larg duhet nga propaganda e turpshme, e cila është e denueshme në çdo ligj të botës, në çdo vend të botës. Asnjë vot nuk do marrë shtim me këto që bën. Përkundazi, ndëshkim, ndëshkim, ndëshkim. Miqtë e mi, projekti ynë është një projekt që kërkon të ndryshoj jetën e çdo shqiptari. Po, ky projekt nisë së pari aty ku zemra e njeriut ka dhe anën e vetë më njerëzore, tek dhimbshuria, tek dashuria për njëri tjetrin, respekti për njëri tjetrin. Ndaj dhe ne kemi paketën e dhimbshurisë. Me këtë paket ne zotohemi 100 ditë të para. Çdo qytetar, çdo pensionisti, çdo njeriu në ndihmë ekonomike, çdo studenti, çdo jetimi, çdo fëmijë të 3 dhe të 4 në familje, do t'i vendoset minimum jetik 200 euro. Në këtë mënyrë, ne japim një goditje përfundimtare varfërisë ekstreme. Fshim në hartë e Shqipërisë varfërinë ekstreme. Rrogën minimale nuk do mund paguhet kush në Shqipëri ndën 500 euro. Rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Jo vetëm kaq, rrogultit, pensionistët do kenë kartën e konsumatorit dhe do marrin me 20% më lirë të gjitha gjërat bazë për jetën e tyre. Pa përjashtim. Me qindra mijëra shqiptarë sot kërkojnë ilaçet nga njerëzit e tyre jashtë vendi, sepse ose nuk kanë mundësi t'i blejnë, ose se ilaçet këtu janë krejtësisht jashtë çdo lloj standardi. Zotohemi para jush këtu, Spari, Tom Doshit dhe Vilmanushit dyllin, javën e parë u vjet dylli. E 500 tendra fiton në vit Tom Doshi nga Edi Rama dhe nxjertohen për të ble vota pastaj. As një vot Tom Doshit, as një vot partive të vogla ta quajtura të reja, të cilat janë paterisat e Edi Ramës. Miqtë mi, ju garantoj se në 100 ditë të para Këshilli i Ministrave të Shqipërisë do të aprovoj si listë ilaçes për rimbursim të plot. Atë listë që qeveria italiane ju rimburson qytetarëve të vetë. Dhe se në Shqipëri nuk do shitet asnjë ilaç që nuk shitet të paktën në 2 vendet Bashkimit Evropian. Nuk jemi zingjin si italianët, por një ilaçe do bëhemi një. Do barazohemi me ta. Aq sa për të barazuar një ilaçe po. Pra, çfarë ndodhi? Ku do I gjejmë ne këto para? Këto para, miqtë e mi, janë
Dhe ju garantoj ju se janë edhe për më tepër se kaq. Por ne jemi 100% sigur të këtë që premtojmë. 630 milion euro ka zhdukur Edi Rama me insineratorin e Tiranës, me përzënjën e Beketit, me avionin e tij në dispozicion, me sterilizimet, me me partneritetin publik-privat të analizave, me check-upin, që të gjitha këto do u kthehen ju në rroga, pensione, ndihmë ekonomike, 200 euro. Miq, ku do që shkoj, unë gjej një Shqipëri të injoruar. Isha në Kruj, Kruja sa është nga Tirana? 30 kilometra, 20 kilometra. Një nusere më thot, në treg, doktor thot, problemi me i madh janë problemi i fëmijëve. Po çfarë problemi keni zonjë? Nuk ka kopsht, nuk ka çerdhe. I gjithë qyteti kishte vetëm 2 kopshte. Zbrita në fush Kruj një biznismen, të cilit i shprehëndërimit më të madh, Muhamet Hoxhaj, 300 punëtor, një kopsht falas për punëtor. Një kopsht falas për punëtor. Pra, ky është një injorim i përgjithshëm. Kuksi i injoruar, investimet në Kuks, me zi përfunduan 10 kilometra rrugë për në Shishtavec. Ndërtuan urën, e përjashtuan Kuksin nga trafiku, krimi shëmtuar, për ty në Kuks, do të sillësh rrotull dalish ka mrapa. Turpi të mbulofte Edi Rama me këtë akt. Nuk kam pa unë kund, nuk mund bësh kurti një qytet, t'ja mbylli shhyrjen dhe të vinë tjerë të futën nga mbrapa. Si mund të veprosh në këtë mënyrë? Dhe pse projektet tua 30 milion euro ura, 13 milion euro ka kushtuar e Bunës, e cila hapet për të kaluar anijet. 13 milion euro. Pra, 2 herë më e kushtueshme se kjo. Se ka mekanizmin, hapet në 2 anë. Kurse kjo ky ndal para, dhe pastaj vendosi traun. Ju ja fjalën e nderit se hyrja juaj do të jetë madhështore, se trau do hiqet javën e parë, se s'do paguani as 100 darë. Jo as 100 darë. Dhe se Kuksi do përsëris prap premtimin tim, do ketë një nga pallatet më të bukura të sportit në Shqipëri. Ju garantoj se potenciali juaj i jashtëzakonshëm turistik, dhe u them unë ju, nuk ka zonë me potencial turistik më të madh se sa Malet e Sharit, Korabi dhe gjithë të bjeshk. Pra, do bëjmë gjithë shka për turizmin malor, ku jo ata që thotë Edi Rama, por çdo emigrant dhe jo emigrant që do të investoj në
turizmin malor do jetë 8 vite pas një taks. Miqtemi, Kuksi, Hasi dhe Tropoja janë treva të rezervave minerale ndër më të mëdhat, të mineraleve më të shumëllojta, më të çmuara, dhe u siguroj se ato do të shndrohen në mirësi për qytetarët, për banorët e këtyre trevave. Në këtë qark do të zhisim pas gjitha shpemtarin. Projekti ynë me Arror do të shumë fishohet, por çdo fermer duhet ta ketë qartë se ne do subvencionojmë çdo fidan të mbjell, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti të mashtruar. Nuk ka më kushte që duhet jenë 10 lop apo 5 lop, edhe një qoftë do të subvencionohet. Shqipëria madhështore pra është made in Albania, prodhimi shqiptar. Prodhimi shqiptar do t'jetë krenaria jonë. Do bëjmë gjithë shka që në çdo skaj të këtij vendi të prodhohet nga pasurit që ka mbi toksore në toksore. Shqipëria është vend që noton në ujra, qytetarët e saj nuk kanë ujë. Ne ju garantoj se furnizimi me ujë do t'jetë i përparësi absolute jona. Sikundër, infrastruktura në të gjithë qarkun e Kuksit, nga Kalaja e Dodës, gjerë në kufi me Dukagjinin, atje ku shtrihet. Energjia elektrike do ulet për biznesin në 6 lek, për konsumator do ulen në 7 lek, do falen të gjitha gjobat, kamatat dhe çdo gjë tjetër. Po! Miqtë e mi, ky është programi i Shqipërisë madhështore. Ju siguroj se 2 apo 3 herë më shumë se shprodhojmë me digat, do prodhojmë me çati energjinë elektrike, kur do vendosim në gjithë çatit e shqiptarëve që duan panelet fotovoltaike, të cilat pas 3 vitesh do prodhojnë energji falas për familjar. Po vi nga Puka, studime shumë serioze kanë faktuar se nga shumëria në Val d'Dejs mund të prodhohen me turbina aere 3200 megawatt, mund të prodhohen energji pra rreth 3 herë sa digat, sa kaskade e Drinit. Ne do bëjmë Shqipërinë superfuqit vërtet energjetike, ku përfitues të parë do jeni ju, qytetar shqiptar. Ndaj, miqtë e mi, këto 3 javë që na ndajnë nga dita e madhe, ta njohim veten tonë, ta shpallim veten tonë misionar, të trokasim në çdo derë, të takojmë çdo mik, të telefonojmë çdo të njohuri, të bëjmë gjithçka për t'i paraqitur këtë projekt, i cili është
një mundësi për çdo shqiptar, një mundësi reale për pensionistët një jetë më të mirë, një mundësi reale për të rinjt shqiptar, për shkollim, për punësim, për strehim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri. Një mundësi reale. Një mundësi reale për familjet shqiptare, për të mos u detyruar me larguar fëmijët e tyre jashtë. Një mundësi reale për biznesin, për të patur të ardhura më shumë dhe zgjeruar atë. Një mundësi reale për rrogtarët. Dhe u them unë këtyre rrogtarëve të administratës, mos e dëmtoni veten, mos u bëni patronazhist, po qëndroni njerëz dinjitoz, se ju në 100 ditë e para, të gjithëve ju rritën rrogat 13% nga vendosja e taksës 10%. Mundësi reale për fermerët, për bizneset, mundësi për çdo shqiptar. Ndaj dhe të bëjmë natën ditë, të djersim të lodhemi, kësaj here jo si politikan, jo si kandidat, por si misionar, që të gjithë si misionar, misionar të shpëtimit Shqipërisë, misionar të këtij projekti që bën Shqipërinë madhështore, e bën Kuksin, Hasin, Tropojnë madhështore, rrëf shiu, nderim të madh, banorëve të këtij qarku, rrëf Shqipëria, fitore, 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 të gjithë jemi njësha, fitimtar, fitimtar.
Ci sarò!